Rikthehemi përsëri të dashur miq në Shizon Top Club, në Top Albania Radio 100 FM dhe gjithashtu në kanalin Vjet në Digital. Ne rikthehemi me vajzat që ishim para pak minutash përsëri, po ashtu me Idën edhe duke dashur që të vazhdojmë pak të bisedat dhe diskutimet e zjarta që ne patëm midis vajzave. Duke nisur edhe pak nga ku doja ta nisja pari, Flavia dhe Negisa. Nominimet thuaja, aleancat thuaja, ne duam all the drama, all the tea. Çfarë po ndodh? Mendoj se janë shumë mirë, domethënë janë konsistente në atë gjën që e kanë nisë që në fillim, kanë vendosur që në fillim të jenë bashkë me njëra tjetrën dhe janë besnike të zgjedhjes së vet. Nuk, për shembull, po të bënte lojë të fortë Flavia, mund të zgjidhte Giseldën lidere, ose Negisa mund të zgjidhte, ku diun, Ingridin për lidere. Pa, mendon që kjo bazohet vetëm në këtë pjesën e lojës apo dhe sepse ato përshtaten si karaktere dhe jashtë Shizon Topit? Sepse e thash që janë shumë besnike të vetes vetë dhe të kësaj marrëdhënies që kanë krijuar me njëra tjetrën dhe asesi nuk duan që të dalin si goca që pren në bes shoqen. Kështu që ishte e pritur që do zgjidhin njëra tjetrën. Nuk mendoj se pjesa aleancës të shuaja unë, por patjetër na shtilloni ju. Përveç faktit se unë me Flavian kam një raport të mirë miqësor, shumë të mirë, le të themi më të mira nga vajzat e tjera. Unë mendoja realisht që ajo ishte aftë për lidere, sepse mendoj që karakteri i saj është edhe pak spicy, le të themi, ose mendoj që është më e aftë që t'i fusi pak vajzat në lojë dhe jo t'rin vetëm të qeta. Mendoj që dy liderat që zgjodhen, vajzat janë shumë të mira, shumë aktive, por mendoj që nuk janë të afta për të qenë lidere. Mendoj që duhet ishte një Dhe këtë do kishe zgjedhur ti nëse do mund të ishe. Po kishte goxha tipe që unë mund të zgjidhja për lidere, por duhet zgjidhja vetëm një. Ishte Flavia, Ingridi është goxha tip, Giselda është tip. Do ndalim edhe pak te opinioni jot për reagimin e Giseldës pas pak. Nuk po m'vin të gjitha gocat, por kishte goxha elemente mirë që mendoj që mund ta lidere quan ti jesh tip. Edhe çfarë nën kupton me të qenit tip për ty si Negisa? Mendoj që duhet të jesh pak më aktive dhe dish se çfarë të zgjedhësh për ta bërë lojën pak më shumë interesante dhe jo për të zgjedhur më shumë ato vajzat që ty të shkon më shumë muhabeti. Pa do ishte dhe Gjonilda atëherë një nga këto emra? Dhe Gjonilda, po, dhe Gjonilda është shumë interesante. Mendoj që do e sillte lojën pak më bukur. Ne me gjithë vajzat shkojmë shumë mirë jashtë kamerave, kemi raporte të mira, jo shumë të mira, jo perfekte, po dhe në momentin që leadershipi i Gjonildës do ishte jashpër, a do ishte përsëri mendimi i njëjtë për ty? Nuk mendoj që Gjonilda do është shprehur e tillë të paktën. Se mendoj që Gjonilda është shumë fani edhe ka një karakter shumë të fortë, edhe mendoj që do bënte zgjedhjet e duhura për atë grup, por mendoj që këtë rast ju dha rasti Denit dhe Suit. Mendoj që do ketë raste të tjera plot për t'i sprovuar dhe vajzat e tjera. Dhe jam shumë kurioze se si do të shkojnë sfidat e tjera. Unë mendoj se bëra zgjedhjen dhe punën tim, rolin tim që kisha si lider e bëra shumë mirë pasi edhe zgjedhjet siç u pa që kisha zgjedhur Kesin që ishte po vajza që e fitoi. Mendoj se isha shumë e aftë dhe shumë e zgjedhur vajzat e tuja se me qa pashun kur marrë rolin e liderës ti nuk i akordove fare që ti do bësh këtë gjë. Nuk e ke parë mirë. Se sa po u zgjodhën vajzat, gjitha gocat u shpërndan dhe po nuk e ke parë mirë. Nuk e di, aty me ne ishte te pishina apo që si duket se pas ke parë. A je penduar në fakt për ndonjë vajzë që zgjodhe pjesë të grupit të sfidës apo tani që e rishikon patjetër më pas edhe analizon situatën? Apo ka rëndësi fitoria në këto momente? Rëndësi ka fitore, normal, po edhe procesi se si u fitua, po i kisha shpresat e vetja. A ishin vajza që i kishe menduar dhe më parë për të Kesi që do ta fitonte duke marrë parasysh nga Saranda, Notare, Deti, më thetash. Kishe mirë menduar pra. E kisha menduar këtë gjë nga Kesi, po që edhe mos e kisha fituar Kesi, prap e mendoj dhe besoj se do ta kisha fituar vetë. Domethënë nuk do ja japësh meritat Kesianës? Jo, ja jap meritat. Plotësisht duhet. Ka. Publicitet pra dashur miq, duhet të shkojmë përsëri një shkëputje të shkurtër edhe rikthehemi përsëri në 100 FM dhe në kanalin Vjet.